Horoskopi I vitit 2026. Luani. Luani, viti 2026 do të jetë I pamundur për t'u injoruar. Ky është viti yt Smerald, dhe energjia ndryshon rrënjësisht në favorin tënd sapo Jupiteri hyn në shenjën e Luanit më 30 qershor. Kjo ndodh vetëm një herë në 12 vjet dhe shënon fillimin e një periudhe një vjeçare rritjeje të madhe personale, vetbesimi të shtuar dhe një ndjesje të vazhdueshme fati që të ndjek nga pas. Megjithatë, pavarësisht gjithë këtij shkëlqimi dhe vëmendjeje, 2026 nuk është vetëm për egon. Me hyrjen e Saturnit në dash më 13 shkurt, universi të vendos përballë një prove serioze, të mbështesësh personalitetin tënd të fortë me dije reale dhe pjekuri. Kjo mund të nënkuptojë rikthim në shkollë, zotërim të një aftësie të vështirë, ose më në fund realizimin e atij udhëtimi që ka mbetur vetëm ide në bisedat e grupit. Ky është vit për përvoja që kanë kuptim të vërtetë, jo thjesht për dukje. Gjëja më e rëndësishme që duhet të kuptosh është se po kalon një transformim të plot identiteti. Eklipsi diellor në ujor më 17 shkurt ndikon drejt për drejt në marrëdhëniet e tua, duke të detyruar të rishikosh kush qëndron pranë teje dhe pse. Ndërsa eklipsi total diellor në shenjën tënde më 12 gusht është një pikë kthese personale, një rilindje. Këtu nuk po bëhen ndryshime të vogla, po lë pas versionin e vjetër të vetes për të hyrë në një identitet shumë më autentik dhe të vërtetë. Gjërat që dikur të dukeshin të rëndësishme mund të mos përshtaten më me ty, dhe kjo është plotësisht normale. Me Jupiterin, planetin e zgjerimit dhe mundësive, në shenjën tënde gjatë këtij viti, ke mbështetje të plot kozmike për të zgjedhur vetëm atë që të rrit dhe të largosh pa faj gjithçka që nuk rezonon më me shpirtin tënd. Në fund të vitit 2026, do të ndihesh më vetvetja se kur më parë, ndoshta versioni më I vërtet I vetes që ke qenë në një dekadë. Ky nuk është thjesht një vit me fat për Luanin. Është viti kur më në fund bëhesh ai që gjithmonë ke qenë I destinuar të jesh. Muajt më të mirë për Luanin në 2026, këta janë muajt kur universi është hapur maksimalisht në favorin tënd dhe çdo veprim ka më shumë peshë, mbështetje dhe rezultat. Qershor, fillimi I epokës sate të ardhë. Qershori shënon kthesën më të rëndësishme të vitit. Më 13 qershor, Venusi, planeti I dashurisë, bukurisë dhe magnetizmit personal, hyn në shenjën tënde, duke të bërë më tërheqës, më karizmatik dhe më të dukshëm në çdo ambient. Marrëdhëniet përmirësohen, vëmendja vjen natyrshëm dhe ti fillon të ndihesh sërish në qendër të skenës, por momenti kulmor vjen më 30 qershor, kur Jupiteri hyn në Luan, një ngjarje që ndodh vetëm një herë në 12 vjet. Ky është fillimi I një cikli të ri zgjerimi, fati dhe rritjeje personale. Mundësi të mëdha hapen, vetbesimi rritet dhe jeta fillon të shtyjë përpara në mënyrë të dukshme. Kjo është energjia e pastër e Mind Charakter, gjithçka fillon të rrotullohet rreth teje, gusht, rilindje personale, gushti është emocionalisht dhe shpirtërisht I fuqishëm. Eklipsi total diellor në shenjën e Luanit më 12 gusht vepron si një buton reset. Ky është momenti kur një kapitull I vjetër mbyllet përfundimisht dhe një identitet I ri fillon të marrë formë, vendime të mëdha, ndryshime të thella dhe zgjedhje që përcaktojnë drejtimin e jetës për vitet në vazhdim bëhen rreth kësaj periudhe. Nuk ka më kthim pas. Çfarë nuk përputhet me versionin tënd të ri, largohet. Çfarë është autentike, forcohet. Ky është muaji kur Luani nuk shkëlqen vetëm jashtë, por edhe brenda vetes. Tetor, fuqi, guxim dhe fitore. Në tetor, Marsi kalon gjithë muajin në shenjën tënde, duke të dhënë një nivel energjie dhe vendosmërie jashtëzakonisht të lartë. Kjo është periudha kur ndihesh I pathyeshëm. Ke forcën fizike, mendore dhe emocionale për të përballuar çdo pengesë. Motivimi është në kulm, vendimet merren shpejt dhe me siguri, dhe ti ke guximin të veprosh aty ku më parë mund të hezitoje. Është një muaj ideal për karrierë, projekte personale, ndryshime të mëdha dhe sfida që kërkojnë leadership dhe vetbesim. Në tetor, Luani nuk pret, Luani vepron dhe fiton, përmbledhje, qershori të hap dyert, gushti të transformon, tetori të fuqizon dhe të çon drejt fitores, nëse e përdor këtë energji me vetdije.
2026 nuk do të jetë thjesht një vit i mirë për Luanin, do të jetë viti që ndryshon gjithçka. Muajt më sfidues për Luanin në 2026, sfidues nuk do të thot negativ, këta janë muaj rregullimi, pjekurie dhe pastrimit të brendshëm, shkurt, e vërteta del në dritë, shkurt i hap vitin me intensitet emocional. Hëna e plot në Luan më një shkurt sjell një çështje personale në pikën kulmore. Mund të jetë diçka që e ke shtyr prej kohësh, një vendim, një marrëdhënie, ose një nevojë e brendshme për të shprehur hapur. Më 17 shkurt, eklipsi diellor në ujor vendos presion mbi marrëdhëniet më të afërta. Partneritetet romantike, bashkëpunimet profesionale ose lidhjet ku balanca e pushtetit duhet rishikuar. Ky muaj kërkon sinqeritet të plotë, por pa dramatizim. Mesazhi është i qartë. Thuaj çfarë do, por bëje me pjekuri, jo me ego, korrekt, përballje me të kaluarën, teksa festa e madhe e hyrjes së Jupiterit në Luan sapo ka filluar. Merkuri hyn në retrograd në gafore nga 29 qershori deri më 23 korrik. Kjo krijon një ndjenjë ngadalësimi të brendshëm, sikur mendja të kthehet pas në kujtime, çështje të papërfunduara ose emocione të vjetra. Ky nuk është një muaj për vendime impulsive, por për reflektim. Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht ose i shpërqendruar emocionalisht. Në vend që ta shohësh këtë si pengesë, përdore si një pauzë strategjike për të kuptuar çfarë ke lënë pas dhe çfarë nuk dëshiron ta marrësh me vete në kapitullin e ri. Dhjetor, përpunim dhe integrim, ndërsa viti po mbyllet, Jupiteri kthehet në retrograd në shenjën tënde më 12 dhjetor. Ky nuk është një ndalim, por një ftesë nga universi për të reflektuar mbi gjithë rritjen masive që ke përjetuar që nga qershori. Dhjetori kërkon qetësi, introspeksion dhe pushim të vetëdijshëm. Nëse nuk i jep vetes kohë për të përpunuar ndryshimet, rrezikon të hysh në 2027 i lodhur emocionalisht. Më pak veprim, më shumë kuptim. Ky muaj është për integrim, jo për garë. Shëndeti mirëqenia për Luanin në 2026, viti 2026 sjell nivele të larta energjie për Luanin, veçanërisht nga mesi i vitit e tutje, kur Jupiteri aktivizon fuqishëm vitalitetin dhe vetbesimin tënd. Do të ndihesh më i gjallë, më optimist dhe më i motivuar se zakonisht. Megjithatë, pikërisht këtu qëndron edhe rreziku. Entuziazmi i tepërt mund të të çojë drejt lodhjes, nëse nuk vendos kufi të qartë. Jupiteri në shenjën tënde ka tendencën të amplifikojë gjithçka, edhe zakonet e mira, edhe ato që dëmtojnë. Prandaj, moderimi bëhet çelësi kryesor i shëndetit në 2026. Ushqimi, gjumi, aktiviteti fizik dhe ritmi i jetës duhet të jenë të balancuara. Nuk është viti për ekstreme, por për menaxhim të zgjuar të energjisë. Shëndeti yt lidhet ngushtë me ndjenjën e lirisë personale. Sa herë që ndihesh i kufizuar, i nënvlerësuar ose i bllokuar emocionalisht, trupi reagon menjëherë, zakonisht përmes lodhjes, tensionit ose rënies së imunitetit. Hëna e plot në shenjën tënde më një shkurt është një pikë kyçe për reflektim. Cilat zakone po të marrin energji dhe cilat të japin jetë? Ky është momenti ideal për të hequr dorë nga rutina që nuk të shërbejnë më, si shenjë zjarri. Luanit i duhet lëvizje për të qenë mirë, por jo lëvizje e detyruar. Aktiviteti fizik duhet të ndihet si kënaqësi, jo si obligim. Vallëzimi, sportet dinamike, noti, ecjet e gjata në diell apo çdo aktivitet që të bën të ndihesh i gjallë dhe kreativ janë ideal për ty kur trupi lëviz me gëzim, edhe mendja qartësohet. Në fund të vitit, nëse ke ditur ta dëgjosh trupin dhe jo vetëm ambicien, do të ndihesh më i fortë, më i qëndrueshëm dhe më i lidhur me veten. 2026 nuk ka të bëjë me të harxhuar energjinë, por me ta kanalizuar atë në mënyrë të zgjuar për një shëndet afatgjallë. Puna karriera. Në vitin 2026, jeta profesionale e Luanit nuk matet vetëm me tituj apo rezultate të thata, por me ndikimin që ke mbi të tjerët dhe rrjetin që ndërtosh. Nuk mjafton më të jesh i zoti, duhet të jesh i dukshëm, i lidhur dhe strategjik. Marrëdhëniet profesionale, bashkëpunimet dhe reputacioni yt do të kenë po aq pesh sa aftësitë teknike. Me hyrjen e Uranit në binjak më 25 prill, rutina klasike e punës fillon të prishet.
Mund të ndihesh i tërhequr drejt projekteve jo tradicionale, ekipeve inovative ose teknologjive të reja që ndryshojnë mënyrën se si punon. Ky tranzit favorizon punën në grup, idetë e guximshme dhe komunikimin modern. Në vend që të ngjitesh vetëm në shkallë, suksesi vjen përmes lidhjeve të zgjuara dhe bashkëpunimeve ku secili sjell vlerën e vet për luanin. Kjo është një ftesë për të udhëhequr pa dominuar dhe për të shkëlqyer pa e bërë gjithçka vetëm. Ndërkohë, Saturni në Dash ushtron presion pozitiv. Ai të kërkon seriozitet, disiplinë dhe thellim real në fushën tënde. Nëse deri tani ke ndjerë se po mbështetesh vetëm te karizma apo intuita, 2026 është viti kur kjo ndryshon. Trajnimet, studimet, certifikimet ose përvoja praktike bëhen thelbësore. Këtu ndërtohet autoriteti yt i vërtet, gradualisht, roli yt profesional kalon nga ai që di të flas bukur te ai që di çfarë po bën. Njerëzit fillojnë të kërkojnë për vendime të rëndësishme, për drejtim dhe për përgjigje të qarta. Ky është viti kur fiton respekt afatgjat, jo vetëm admirim të përkohshëm. Në fund të 2026-së, karriera jote reflekton një version më të pjekur të luanit, ende karizmatik, por tani i mbështetur nga kompetenca reale, vizion strategjik dhe ndikim konkret. Paradë dhe bollku për luanin në 2026. Në vitin 2026, paratë për luanin nuk lidhen vetëm me vlerën materiale, por me njohjen e vlerës personale. Me hyrjen e Jupiterit në shenjën tënde në qershor, ti zhvillon atë që astrologët e quajnë një aura fitimi. Njerëzit e ndjejnë besimin tënd, sigurinë dhe prezencën, dhe për këtë arsye janë më të gatshëm të investojnë në ty, idetë tua dhe punën tënde. Megjithatë, eklipsi hënor në Peshq më 28 gusht prek sektorin e burimeve të përbashkëta. Kjo mund të sjellë një moment zgjimi në lidhje me borxhe, taksa, kredi ose marrëveshje financiare me partner. E vërteta del në pa, dhe është më mirë ta përballosh tani se sa ta shtysh. Fundi i verës është ideal për të pastruar financat që zakonisht i injoron, dokumente, pagesa të vonuara ose marrëveshje të paqarta. Sa më shumë qartësi krijon këtu, aq më lirshëm do të rrjedh bollku që Jupiteri po përpiqet të sjellë në jetën tënde. Deri në fund të vitit do të vëresh diçka shumë të qartë. Sa më shumë investon në aftësitë tua, zhvillimin personal dhe paraqitjen tënde, aq më shumë bota është e gatshme të paguajë për të. 2026 të mëson se pasuria fillon nga vetvlerësimi dhe ti, më në fund, po e kupton sa vlen. Dashuria marrëdhëniet 2026 është një vit vendimtar për jetën sentimentale të luanit. Eklipsi diellor në ujor më 17 shkurt aktivizon shtëpinë tënde të 7 të marrëdhënieve, duke shënuar një kthes të qartë. Ti po largohesh nga lidhjet ku ndihesh i detyruar të luaje rol, të impresionoje ose të mbaje maska, dhe po shkon drejt marrëdhënieve ku ndihesh realisht i parë dhe i pranuar. Me Plutonin që vazhdon lëvizjen afatgjat në sektorin e partneritetit, standardet e tua ndryshojnë rrënjësisht. Nuk të mjafton më dikush që duket mirë në publik apo që të shoqëron në evente. Ti kërkon thellësi emocionale, ndershmëri dhe një lidhje që mund të përballojë transformimin tënd personal. Çdo marrëdhënie që nuk rritet bashkë me ty, rrezikon të mbetet pas. Këtë vit, dashuria bëhet një pasqyrë e zhvillimit tënd. Ti ke nevojë për një partner të barabartë, dikë që nuk konkuron me dritën tënde dhe nuk përpiqet ta zbehë atë, por që e respekton, e mbështet dhe frymëzohet prej saj. Nëse dikush ndihet i kërcënuar nga suksesi apo vetbesimi yt në rritje, kjo do të dalë qartë në pa gjatë 2026-së, nëse je në një marrëdhënie. Eklipsi diellor i shkurtit mund të sjellë një ndryshim të papritur në jetën e partnerit ose një zgjim të fortë për mënyrën se si komunikoni. Mund të kuptoni se disa modele komunikimi nuk funksionojnë më dhe kërkojnë një ristrukturim të plotë. Ky është momenti ideal për të nxjerrë në sipërfaqe çështje që kanë qenë të shtypura apo të anashkaluara. Bisedat e sinqerta, edhe kur janë të vështira, do ta forcojnë lidhjen. Ti po hyn në një fazë të re identitare dhe ke nevojë për një partner që është mbështetësi yt më i madh, jo spektator pasiv. Nëse lidhja juaj bazohet në respekt, komunikim të hapur dhe vizion të përbashkët, 2026 mund ta çojë atë në një nivel shumë më të thellë dhe më autentik. Në fund të vitit,
Dashuria për Luanin nuk do të matet me intensitetin e dramës, por me ndjenjën e sigurisë, barazisë dhe lirisë për të qenë plotësisht vetvetja.